Partisë Demokratike për kandidatin e pavarur për Tiranën. Besoj dhe shpresoj se të gjitha partitë opozitare edhe pas këtij vendimi do t'i rikonfirmojnë Florian Binos, i cili, siç jeni ndjeni, u prit me shumë pëlqim dhe kënaqësi nga qytetarët e Tiranës të gjithë spektrit dhe të gjithë në të gjitha shtresat, grupet me radhë. Sot, gjykata kushtetuese mori një vendim të cilin unë e përshëndes si një akt të një rëndësie të madhe në mbrojtje të kushtetutës së vendit, në mbrojtje të kushtetutshmërisë së rendit, përshëndes vendimin unanim të gjykatësve, të cilët mbrojtën kushtetutshmërinë dhe kushtetutën nga armiqtë e tyre, për të mos thënë një fjalë tjetër që edhe s'mund të mos e them, nga horrat e shtetit. Pse e them këtë? Unë jam para jush sot dhe jam personi që 3 ditë para se Edi Rama të shpaloste skenarin e tij, ju paralajmërova se do veprojnë në këtë mënyrë dhe se do anashkalojnë gjykatën kushtetuese me pretendimin e turpshëm, me pretendimin banal, vulgar, se Këshilli i Ministrave qenë kërka noteri i Këshillit Bashkiak. Që të paraqesish para kombit qeverinë, ekzekutivin e vendit si noter, këtë mund ta bësh vetëm atëherë kur s'ke ligj, as moral, as respektin më minimal për shtetin, por vërsulesh i papërmbajtur ndaj kushtetutës, gjykatës kushtetuese. Ndaj dhe besoj se me këtë vendim i bën një shërbim rendit kushtetues dhe u dhan vullën e turpit. Po s'kan turp, sepse po të kishin turp s'mund vepronin kur. Atyre që shkelmuan kushtetutën, Edi Rams, presidentit tij Kukull dhe të gjithë atyre që u implikuan në këtë akt madhor antikushtetues. Faktikisht, siç e shihni,